shikues do të bëjmë një intervistë me njërin nga deputetët, kandidatët për president, të cilët gjatë vite kanë qenë antar të Partisë Demokratike Shqiptare dhe një herët ka filluar karrierën e tij politike në PPD. Pra, kemi një bisedë me Zoti Xhelilin, i cili është lindur në Reçan të Gostivarit dhe momentalisht jeton në Gostivar. Siç thatë edhe ju, unë jam i lindur në fshatin Reçan në vitin 1961, pra sot jam 52 vjeçar. Shkollimin fillor e kam kryer në vendlindje dhe shkollën e mesme e kam kryer në gjimnazin e Gostivarit. Mandej u regjistrova në Universitetin e Prishtinës, drejtimin e energjetikës dhe shkuam në kryerje në shërbimit ushtarak. Ishte një ligj i asaj kohe që nëse kishe të regjistruar ndonjë fakultet, shërbimin e krishe 12 muaj dhe 3 muaj nëse nuk e mbaroshe më vonë fakultetin. Mirë po gjatë qëndrimit në armatë, pata kohë të mendoj se drejtimi që kisha zgjedhur nuk jepte shpresa për një punësim më të shpejtë dhe më sugjeruan miqët që në Gostivar në atë kohë industria e tekstilit ishte e zhvilluar dhe mora drejtimin e Leskovcit ku ishte vetëm nga qendër për edukative në atë kohë në Jugoslavi për inxhinier tekstili. E mbarova në kohë me nota solide dhe me të mbaruar, shkollën e lartë të tekstilit, u punësova në ndërmarrjen Gotex në Gostivar dhe për një kohë shumë të shkurtër mora detyrë si shef reparti në një repart ku kishte mbi 200 punëtorë. Pas kryerjes së fakultetit në Leskovc, me sa shoh në vitin 1996 jeni futur politikës, keni qenë këshilltar. Keni gravituar në Partinë për Prosperitet Demokratik dhe në PPD-sh. Ishte kjo një arsye, u nisët nga i prizmi i tabanit kombëtar për të fugur rrugës politike, duke ditur situatën e shqiptarëve në Maqedoni? Dhe në vitin 1990, me formimin e partisë së parë shqiptare në Maqedoni, e cila ishte lëvizje, u inkuadrum ne të asaj kohë si gjenerat e re, që nuk kishim pas shumë kontakte me ish sistemin, për shkak se mendonim se ai sistemi ju kishte bërë dëm shqiptarëve, dhe ndryshimet na gjetën të gatshëm që ne ta bartim prej atij momenti procesin në të ardhmen. Dhe në vitin 1992 brenda PPD-s u paraqit një rim radikale, e cila u quajt në atë kohë sipas kryetarit të degës të Tovës, Mendufaqi, si rim faqiste, dhe ajo rim mbështetjen më të fuqishme e gjeti në Gostivar, jo në Tetov, dhe pikrisht prej atëherë fillun ta humbin besimin të strukturat e PPD-s, të një pjesë e strukturave të PPD-s, të cilët kishin qenë figurat të involvuara edhe në sistemin e mëparshëm dhe nuk qajshin fort kokën për ndryshime radikale për situatën e shqiptarëve në Maqedoni. Thatë vetë se PPD-ja ka qenë lëvizje. U bën një promovim i madh në statimin e qytetit në Tetov të asaj partie, kryetari që atëhershëm me një karrë të bardhë në mes. Dhe a ishte kjo një dëshpërim juaj nga ato aktivitete që i keni bërë të mëhershme për çështjen kombëtare shqiptare, nga ajo që pat në PPD dhe nga u mor gjithaj vullnet që pastaj kyçeni në PPD-sh dhe të riaktivizoni sërish edhe një herë karrierën tuaj politike? Popullata në vitin 1990 erdhi nga gjithë diaspora, edhe këtu u mobilizuan të gjithë për të dhënë një përkrahje shumë të fuqishme këtij subjekti politik. Mirë po, brenda në poste kiqe, si në parti edhe të deleguarit, sikur kishte dorë dikush tjetër dhe vazhdimisht përzgjedhja nuk ishte adekuate. Dhe figurat që ne mendonim se nuk janë taft të bartin këto procese, më tepër më dukej se punonin për interesat huaja se sa për interesa shqiptare, dhe pikrisht këtu lindi ideja që një forcë e mbrëmshme, një krah radikal të kërkoj të prij kësaj partie dhe më vonë ai krah radikal u regjistron në një parti politike
Parti për Prosperitet Demokratik e Shqiptarëve. Si, Xheleli, ku e gjeti 97 në trazirat e Gostivarit? Para 97-ës ne isha kandidat për këshilltar komunal, isha i treti në listë mbas kryetarit të Degës Refik Dautit dhe nën kryetarit Liman Sulejmanit. Dhe si këshill komunal ne sollëm një vendim shumë të rëndësishëm, atë që u premtuam popullatës se me ardhjen tonë në krye të komunës do ta rishqyrtojmë çështjen e përdorimit të flamurit kombëtar, gjë që ishte e parregulluar me ligj, mirë po në kushtetut figuronte neni 48 i asaj kohe se bashkësitë etnike kanë të drejtë të kultivojnë veçoritë e tyre nacionale dhe simbolet kombëtare. Kështu që ne u bazuam në atë nënt kushtetutës pa ekzistuar ligj adekuat dhe sollëm një vendim të këshillit komunal ku edhe filloi të përdoret flamuri kombëtar, i cili në atë kohë u çmu si në kundërshtim me ligjet ekzistuese, ashtu, dhe ne i morëm të gjitha masat që mos vine deri te ajo, mirë po ma vonë koha tregoi se shumë faktorë kanë ndikuar që negativisht kanë ndikuar që ndodha ai rast i cili la pasoja shumë të mëdha për popullatën. Unë atë kohë kam qenë i kërkuar, shumë i kërkuar nga ana e forcave të policisë. 100 sekretarit asaj kohe kanë gjetë në xhep një listë të një farë shtabit krizës. Mirë po ajo ka qenë një shtab zgjedhor, i cili shtab zgjedhor vazhdoi të funksionon edhe masi e morëm mandatin për të sensibilizuar popullatën, për të njoftuar cili ishte qëllimi që ne ngritëm flamurin dhe ku bazoheshim se kemi të drejtë. Gjatë vitit 2001 keni qenë pjesë e UÇK-s në Gostivar, gjithsesi brigadës 116 në Tanush. Në atë kohë shpërthej lufta e 2001-shit dhe mua më gjeti në postin e zëvendës drejtorit në Agjencionin për Viset e Pazhvilluara. Me të shkuar unë nga funksionet lokale në funksione të nivelit qeveritar, vreta se padrejtësitë bëheshin pikërisht nga lart. Atje shqiptarët gati se shumë pak kishin ndikim, mos them as pak, dhe pikërisht hasan në një revolt se si shumë vendbanime shqiptare nuk mundeshin të marrin projekte nga infrastruktura, a në anën tjetër nuk ishte vendbanim Maqedoninë Lindore që nuk merrte nga ndonjë projekt, qoftë për ujë, qoftë për kanalizim, qoftë për shkollë, për ambulant apo për rrugë, për diçka tjetër, dhe hasa në një rezistencë, e cila rezistencë më bëni të mendoj se ne mashtrohemi kur mendojmë se shqiptaria është vetëm Tetov dhe Gostivar, dhe ma vonë dëshmu se ne jemi një pjesë dërmuese dhe jemi në trojet etnike nga Likova deri në Manastir, mos them Krushev, Prilep dhe Resnje, kështu që kur vreta se ne për Gostivar nuk mund të realizojmë projekte të infrastrukturës, paramendoj vendbanimet tjera ku shqiptarët janë në numër më të vogël, se si vujshin për ujë për pije, për projekte infrastrukture, ananën tjetër, pala tjetër s'kishte asnjë problem. Dhe kjo më bëri që unë edhe në parti ta shprehi pakënaqësinë dhe me të filluar konflikti, unë moralisht isha i përgatitur dhe mendova se konflikti apo lufta do ta shpejtoj zgjedhjen e kauzës shqiptare në Maqedoni. Zoti Xhelili u njoftë në zgjedhjet presidenciale me një fjalor shumë të ashpër, shumë radikal, shumë nacionalist, duke thënë se nëse Maqedonia nuk u përmbush kërkesat e shqiptarëve, gjithsesi marrëveshjen e Ohrit dhe kërkesave tjera jetike, të cilët u përmbyllën në atë marrëveshje të Ohrit, do të shkatërrohet. Fjalimi i parë imi ka qenë gjatë promovimit në shtëpinë e kulturës në Tetov, ku unë thash se me këtë kandidaturë do të më jepet shansi që unë edhe një herë ta demaskoj politikën antishqiptare në Maqedoni
që bëhet me zhagitjen e marrëveshjes së Ohrit. Mirë po, te shqiptarët kësaj radhe do të humbet durimi për shkak se nuk jemi në pozita sikur para 2001-shit. Dhe nëse nuk realizohet marrëveshja e Ohrit, ardhmëria e këtij vendi do të vinë në pikpyetje. Më vonë kuptova se ky fjalimi im të ketë nxit reagime të ambasadës amerikane dhe në takimin që pata me ta, si gjithë kandidatët tjerë, për të njoftuar për sa afërmi me platformën, ata ma bërë si vrejtje dhe unë në konsultime me kryetarin e partisë, konstatuam se Maqedonia nuk na ka faj, na kanë faj partitë politike, liderët që i bëjnë obstruksione dhe ne duhet punojmë për rrëzimin e tyre. Ndërkohë marrëveshja e Ohrit është bërë gati që 13 vite nga ajo marrëveshje që është dashur kryer në 2004. Do të realizohen sipas mendimit tuaj? Jemi në rrugë të drejtë? Edhe pse thatë se me faktorin ndërkombëtar keni pas biseda kur dihet se janë kryer punësimet mirë, po përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në gjithë institucionet nuk është në nivelin e duhur. Vizita e liderit të BDI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizita e liderit të BDI-s edhe Unionit Evropian dhe deklaratat që vinë nga ndaj flasin se shqiptarët janë faktor shumë i rëndësishëm dhe unë mendoj në të ardhme shumë të shpejt kjo çështje do të zgjidhet dhe e ardhmja shqiptarëve në Maqedoni mund të jetë e ngjashme, them, si shteti Zvicran mund të shkojë drejt një kantonizimi, një rregullimi i ri shoqëror i cili do garantone këto që ju thatë të drejta me një fundament më të fuqishëm dhe shpeshherë unë them se ne në Evropë momentalisht ndajmë një fat si gjermanët. Ata e kanë Gjermaninë, ne kemi Shqipërinë. Ata e kanë Austrinë, ne kemi Kosovën. Ata e kanë Zvicrën, ne kemi Maqedoninë. Kjo përpufët me atë që ne të gjithë angazhohemi në një Union Evropian, në një domethënë union shtetësh pa kufi, shqiptarët ta gjejnë vendin e merituar. Zoti Çelili do të rikthehet skenës politike apo ka përfunduar? Gjithë kjo kam pas një takim edhe me Ali Ahmetin, i cili më ka dhënë kurajo dhe njëkohësisht kam pas mbështetje edhe nga Gjigji Suprem që më zvogluan dënimin dukshëm dhe dola shumë herët nga burgu. Dhe në zgjedhjet e fundit lokale, duke pas shumë kërkesa si lagje, po edhe si Zudi Xhelili, kam qenë i injoruar nga ish kryetari Rufi Osmani dhe pas rrugës që bashkarisht me shumë njerëz të ndërmarrim diçka që të ketë ndryshime në komunën e Gosivarit dhe për fat të mirë ndodhen ndryshime. Kanë ndikuar takimi me Ali Ahmetin dhe pastaj me siguri edhe keni pas kontakte edhe me kryetarin tanishëm Nevzat Bejtën? Po, kam pas kontakte dhe kemi biseduar, ju kam ofruar ndihmë dhe kemi pasur rezultate.